Korça pritet të jetë një nga destinacionet më të vizituara të fundvitit, pasi rezervimet në sektorin e hoteleri turizmit janë mbyllur që prej muajit tetor, si rezultati i një interesi të lartë për zonën juglindore. Sipas operatorëve turistik, kapacitetet hoteliere janë plotësuar shpejt me turistë kryesisht vendas, por edhe vizitor të huaj. Ne pothuajse rezervimet i kemi mbyllur të gjitha për këtë fundviti, duke filluar nga festat e nëntorit që janë shumë shpejt tani, po kështu edhe viti i ri, Krishtlindjet. Po i gjithë hoteli duke qenë me një kapacitet për 35 dhomave, i gjithë është i rezervuar. Pjesa më e madhe janë turistë vendas, po kemi edhe një pjesë turistë huaj. Kërkesa ka qenë shumë lart jo vetëm nga turistët vendas, por kryesisht edhe nga rajoni. Duke qenë se Korça është një qytet kulture, edhe arti gjithashtu, turistët zgjedhin shumë këtë vend. Rezervimet kanë nisur, mund të them që prej muajit tetor dhe muajit nëntor gjithashtu me një kërkesë shumë të lartë, interesi ka qenë goxha i madh. Ne përgatisim paketat festive dhe aktualisht jemi drejt finalizimit të rezervimeve. Në pritje të fluksit të vizitorëve, Bashkia e Korçës ka përgatitur një program të gjerë festiv me aktivitete, koncerte dhe ngjarje kulturore që do të zhvillohen në pedonale, në pazarin e vjetër dhe në fshatrat turistike.